إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت ليس للدنيا ثبوت Ka se pejgamberi Allahut ka thonë, s'kan me lëviz kam të asnjanit prej jush, derisa të pyetët 4 pyetje. Ka mu pyet për jetën e atij si e ka harxhu, ka mu pyet për enin e atij si e ka shfrytzu, ka mu pyet për pasurinë e atij ku e ka fitu dhe ku e ka harxhu, ka mu pyet për diturinë e atij çka ka vepruar me ta. Omer ibn Khattabi thonte o Zot, s'jam të të lip me më dhonë, ma shumë se kësa e kita këtu, po jam duke kërku, atë që na i ki dhonë të na qoj shbere qëtë në ta. Thot Jahja ibn Muad, 3 njerëz janë të meqën këtë dunja. Kush janë këta 3? E para për atyre a i cili, thot Jahja ibn Muad, a i cili e lën dunjan, para se me lën dunjaja ta. I diti për atyre, a i cili pregaditet për në varë, para se me hi në varë. I treti për atyre, a i cili e knaqë Allahun Azza wa Jall, para se me u taku me Allah. 4 gjona nuk e din vlerën e asaj, vetëm 4 lloj të njerëzve. Vlerën e rinis nuk e din vetëm pleq. Vlerën e shëndetit nuk e din vetëm të smuarit. Vlerën e pasuris nuk e din vetëm të varfërit. Dhe vlerën e jetës nuk e din vetëm të vdekurit. Ata i Ibn Qayyim thot, kujt Allahu Azza wa Jall i ka dhënë dunja, dhe dunjaja ati, a kon sebeb a i meru Allah, thot faktikisht, Allahu ati si ka dhënë, ndërse kujt Allahu Azza wa Jall si ka dhënë, mos dhonja, fukarallëki, varfëria, janë bo sebeb, me njoftu Allahu, tha faktikisht Allahu Azza wa Jall ati ka dhënë. Njerëz janë 3 lloj këtë dunja. Disa të angazhuar vetëm me ahiret, këto janë fitimtar të sigurt. Disa të angazhuar me dunja, këto janë të humburit në dunja dhe në ahiret. Disa të angazhuar me dunja dhe ahiret, këto janë në rrezik. Nëse don Allahu Azza wa Jall i shpëton, nëse don Allahu Azza wa Jall i sprovon. Gjithashtu transmeton nga Isa ibn Merjemit, i cili ka thonë, mene këtë dunja unë, amo mos e bani këtë dunja vend banim. Meni që kalonin këtë dunja, mos e konsideronim këtë dunja vend banim të parashon. Pregatitu me devotshmëri, nga se nëse të zen akshami s'ke garantë, se të qelë sabah, sa njerë shpresor, ku të rritna, ku të martohet, ku të bajnë një vilë, ku të blejnë një kërë, ku të bajnë dhe ku të bajnë, e gjeli vend para se me i bo kejt këta, para Allah më tanë kur të të bajnë. Muhammed ibn Wasim, kur binte me fletë, i thonë të oj familja ime, qofshin dorën e Allah, këta e për veprante për çdo na. Kur e pyetën Muhammed ibn Wasim, pse po vepron kështu, tha se sa njerëz kanë rënë me fletë në këtë dunja, janë zgju në ahiret. Merr prej kësaj dunja me mos dhe falendroj Allahun Azza wa Jall, i cili ta ka mundsu me shiju të mirat që Allahu Azza wa Jall ti ka përgatitur. إنما الدنيا
Pari duhet ta falenderojmë Allahun e lartë madhruar i cili na mësoi që në këtë vend të tugojmë që ai i lartë madhruar të jetë i kënaqur me ne. Pastaj duhet ta shfrytëzoj rastin për t'u lutur Allahut që të na pranojë këtë vepër dhe që të na shënon si vepër të mirë. Gjithashtu e lutim Allahun që i lartë madhruar mbi arshin e tij të bukur na shikon në mëshirën e tij. Që me përfundimin e këtij tubimi Allahu na i fal gjunahet, na pastrojë për mbicirave dhe që mos pendojmë nga ky tubim vetëm se duke qenë musliman më të mirë se sa ku kemi ardhur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Wallahi të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na nderoi me këtë dinë dhe na dalloi prej shumë krijesave të tij. Lutim Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi dhe për këtë begati të që ta ban faleminderues dhe mirënjohës ndaj Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu falenderojmë vëllezërit të cilët ka dhënë kontributin dhe janë bën sebeb që të ndëgjojnë fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit Allahut në këtë vend. Lutim Allahun Azza wa Jall që të gjithë që kanë kontribuar në këtë drejtim, Allahu Azza wa Jall i shpërbleft me çmirat e tij në këtë dunja, gjithashtu i begatoft me Jannatul Firdaus në ahiret. Ne vëllezër të ndershëm, do t'i flasmi disa fjalë mbi realitetin e kësaj bote dhe kësaj dunjas, nga se Allahu Azza wa Jall krijoi dunjan dhe neve na pruni misafir në këtë dunja dhe Allahu Azza wa Jall asnjëherë nuk ka kriju e as që i takon Allahut Azza wa Jall të krijon diçka në këtë dunja kot e kot. Po Allahu Azza wa Jall ka kriju krijesat e tij, gjithashtu i ka tregu krijesave të tij se përse i ka pru Allahu Azza wa Jall në këtë vend dhe si duhet ata të konsiderohen dhe të jetojnë në këtë botë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar se si të jetojnë këtë dunja dhe si ta konsiderojnë këtë botë dhe të njihen me realitetin e dunjas në mënyrë që të mos të zhgënjehen në këtë dunja e ta humbin dunjan, gjithashtu ta humbin ahiretin. Thot Ebu Sulejman ad-Darani rahimahullah, thot është vërtet për të çudit me këtë dunja, nga se shumë njerëz me këtë dunja e kanë fitu xhennetin e Allahut, ndërsa gjithashtu shumë njerëz që me këtë dunja e kanë hi dhe janë banor të zjarmit të xhenemit, ku qëndron problemi nga se nuk janë njoftu realisht me realitetin e kësaj dunjas. Për këtë arsye vëllai i dashur musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takoi një ditë Abdullah ibn Omerin, e kapi në supë Abdullah ibn Omerin dhe i tha: "Kun fi dunya ka'annaka gharib", jeto këtë dunja sikur me qenë yabanxhi au abiru sebil, ose jeton këtë botë sikur me qenë udhëtar.
E pastaj Abdullah ibn Omeri e mor këtë porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vendosi në zemrën e tij, kështu që sa herë që takonte besimtar i thonte: idha asbahta fala tantadhir al-masa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Abdullah ibn Omeri e porosit të çdo musliman, ja jep të këtë këshill të shtrenjtë që e fitoj prej pejgamberit Allah, dhe i thonte: mos të mashtron këtë dunja, po nëse të zen akshami, pregaditu takohesh me Allahun Azza wa Jall, sikur që nuk do të përjetoj sabahun. Nëse të qel agimi dhe sabah, jeton këtë dunja, sikur që nuk zen akshami, vetëm të duke qenë të Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye, na transmetohet me një ngjarje ku tregon një gjallë i cili thot: isha një ditë prej ditëve me një kopsh prej kopshtave të bukur, duke u dëfru në këtë vend, duke u knaq në këtë vend. Befas, tha ma erë një zon i trishtushëm pas shpinës time, tha hedha vështrimin, kur për shiqoj se ka mor hujum të ma, një luan i cili ma është drejtu drejt mu, tha fillova të hiki, e luani më vind të pasmeje, derisa arrita me një vend, në atë vend nuk gjeta strehim qëtër, pos një pus apo një bunar, u kapa për litarin e këti pusi apo këti bunarin, dhe u shlova në këtë pus dhe në këtë bunar. Tha mendova se shpëtova prej luanit, mirë po që kam ndodhi, tha, pasi që ishta i kapur në litar, tha duke qenë une në këtë pos në këtë vend, tha ndëgjova një zhurmë të madhe në kam të mia, hedha vështrimin, dal nga dal më qarësor, tha e pash në atë vend, një bol e madhe hakaret në kam të mia, ndërsa luani prit të grika e këti pusi apo këti bunari, e bolla në kam të mia, duke hedhë vështrimin, duke shiqu, duke mendu dhe duke luha, litarin që u pata kap në ta, tha po shiqoj lartë, kur pishof kanar dimi, nimi i zi dhe nimi një bardh, dhe kanë fillu me ngran litarin, tha kështu që e pash betën time mes shumë rreziqe, luani të grika e bunari, bolla në kam të mia, une i kapër në litar, sikur kishte qenë ke litar i fort, s'kishte pas problem, mirë po qka të bojnë, se kanë ardimi dhe ato e hajnë fije, kështu që rreziku është edhe më i madh, duke u përpiq me dal, duke u përpiq me gjetë rrugdalje, tha duke i prek gurt që ishin përreth meje, tha vërejta diçka lëmush, tha kërkova, kish pas mjaun, tha fillova me ngran mjaun, duke ngran mjaun, tha harrova krejt, se mit janë duke ngran litar, harrova gjithashtu, se në kam të mia ka boll që mpret mu, harrova gjithashtu, se luani atë grika bunarit, por tha por fati mirë kish qenë, se unë krejt këta që e përjetova, kisha qenë në gjumë dhe kur më dol gjumi, e pash se kisha qenë në andër dhe e kuptova dhe thash elhamdulillah, që s'ka në qenë realitet, mirë po zemra nuk më poshoj, pa shkute një hoq me pyt për këtë andër, tha po si sa u zgjova, shkova të një hoq që dinte me i komentu andrët, dhe pyta hoxën e nderuar për këtë andër që e pash. Hoxha kur më dëgjoj me vëmendje, tha u buzqesh dhe më tha pedin, kush është ai luani që vrapon të pasteje? Tha jo hoxha i nderuar, tha ki luani që vrapon pasteje, është melaqa e vdekës, që të nëton që për çdo ditë të merë shpirtin tanë. Tha ndërsa sa i përket litari, që është lu në pos, kjo është jeta jote. Sa i përket bollës,
që të pret në kam të tua, kja është vari, sa i përket mive, tha këto janë ditët dhe netët, pra ditët dhe netët, ta hajnë litarin, ta hargjon jetën tane, do e mos, duesh më shlu poshtë, që të pret një të merë i madhë, e pastaj i tha që hoxhin deruar, qka ishte ajmjon që une e kërkova dhe më pëlqejti shumë, qka ishte ajmjon që i boni, kejtë këto rezike t'i haroj, qka u përgjigj hoxha i nderuar, tha kjo është dunjaja, ambëlsina e dunjas, ta ka bo që t'i haroj shkrejt realitetet, ku gjindesh ti ta. Pra Allah i dashër musliman, për këtë arsi Allah Azza wa Jall, na ka ndëru me pejgamber, na ka ndëru me Kurani Kerim, na ka mësu që ne të bëmo sikur ata të cilët kanë ditë me shfrytëzu këtë dunja, dhe në këtë dunja e kanë ditë se s'ja kanë me qenë të përreshëm, këtë dunja e kanë bo anije, ku kanë hip me ta dhe kanë mërin gjennetin e Allah Azza wa Jall. Për këtë arsye, pejgamberi Allah na ka folë shumë hadithe që na tregon realitetin e dunjas, që në mënyrë përsa afërmi ne të njoftohemi me realitetin e dunjas, e mos dalmi para Allahut Azza wa Jall të shgënjel, nga se sa njerëz këtë dunja kanë ardhur dhe mendojnë se përfundon çdo sen këtë dunja, sa njerëz mendojnë se kanë ardhur këtë dunja me u kënaq apo me shiju të mirat e kësaj dunjas, e Allahun Azza wa Jall me harru, edhe për Allahun Azza wa Jall mos me falenderu për të mirat që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë. Para thot Imam Shafiu, inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khafu l-fitana, ka Allahu Azza wa Jall disa rob të meqër. Kush janë këto të meqër? Ato të cilët e kanë kuptu realitetin e dunjas. Qka kanë bon pasi që e kanë kuptu realitetin e dunjas? Thot Imam Shafiu, taraku dunja wa khafu l-fitana, e kanë lënë dunjan, se kanë bon dunjan, si kanë bon dunjas vend në zemrët e tire. Nadharu fiha, falamma alimu, shiquan dunjan, dhe kur e kuptun realitetin e dunjas, tha Imam Shafiu, gja'aluha lujgjeten, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Pra dhe dunjan, kanë morë prej kësaj dunjas, që ai veprat të cilët të qojnë të Allah Azza wa Jall faqeba. Pra shumë njerëz, këtë dunja e kanë kuptu se dohet me jetun ta për gjithmonë. Pra lodhët këtë dunja atë shumë, e pastaj në fund zhgënjer, e grumbullon dhe mbledh krejt dunjan, pastaj e len krejt dhe pyetët për krejt. Na tregon një ngjarje një njeri, i cili thot, e kam pas një kojshi, ke kojshi ka qenë shumë i kujdesshëm për dunja, para me ndosa i kujdesshëm, derisa i pat bon 75 vet, su pat martu, nga se kur e pyqmi ata dhe i thashmi, pse s'mu martor, tha nga se jam të mbledh pare, martesa po ka shumë hargjime, tha para me ndo, s'kalon dit munges në pun, tha derisa dogoja ti, duqani ti, ishte afer duqani ten, edhe pas 75 vet, pasi që i mund që 75 vet, ashe që dish, u bon dita e han, a i nuk ash me arën pun, u bon dhe dita e marë, gjithashtu nuk ka arë me qelë dugajin e ti. Tha tretën dit, shkoha të vizitoj nga se dit, a që i kujdeshëm për dunja, sigurisht ka ndodh me ta diçka. Tha shkoha të dritarja po e shiqoj, tha ishte ull mesin e dho, e kishte afru qipin me lira, edhe folte me lira që i ka grumbullu dhe thashte, o ju lira, m'keni lanë pa martu, o ju lira, m'keni lanë pa evlat, o ju lira, m'keni raskapit dhe m'keni lodh, a bash me ndut se ka me ju lanë dhe ka me qku në akiret? Jo valla,
Tha çka bante? E merte një lirë, e gjikën zejtin dhe filloj me i gëlltit lira. Tha kur e pash këtë gjendje, tha u përgëzova dhe thash, këti gatë nuk i shkoj. Shpejt inshallah ka me vdek, edhe ketë këto lira ka me jalon komshiet vetë. Tha nejtët e dera e shtëpis ati 3 dit, mas 3 ditëve, lajmi ka vdek filon. Tha pe i gzimit madh dhe unë e ka shtu vdek. Nga se e dishna se këto lira inshallah komshia vetë ka me shiju. Tha hoxha me la, edhe qitën me la gjenos. Tha po që ditët hoxh, a që i do, a që i zaif, amo a që i ron, me të se ngrejsh, ka që ditësh, val që ka ndodh me ta, val, do shta imoni i ron, atë shumë i ron u që ditë, tha kejt u që ditëshin, vetëm une nuk u që ditësh, a di për çka, se dishta çka qështje e ti, tha shku me boros, e mlu me dhem, tha prita të rrot mos të më shofin qërë. Tha e mora një thik, shkova e griva varë. Tha kur e pash me qefin, tha ketu mrat fik, tha prej gzimit, se s'ka met dhe disa minuta, filoni fukar Allahit piban fund. Tha e mora thikën, e qajta qefinin, edhe i gjithashtu ja preva borë. Tha kur i pash lirat zricin, gzimi madh të unë. Tha e shtina dorën tim ledhi, tha ma gjegën dorën, së ne mora as një lirë. Tha meta dhe unë pato, tha ju kishin shtëndru lirat e ti në zjarë. Pra kjo realiteti dunjas, kjo është realiteti dunjas, që pejgamberi Allahut na ka tregu. Dunjaja ashe ambël dhe gjelbër. Ka thonë pse pejgamberi Allahut ka thonë e ambël, edhe pse ka thonë e gjelbër, e freskët. Ka thonë se ambëlsinat, kur njerit nuk i gërdit. Atë gërditët bakla, të të lija, as njëherë, për çka këse dhe dënjaja nuk të gërditët kollaj. Gjithashtu e gjelbër, se kur të ben bord dhominësin, verës nuk dhominësin të fare. Për çka këse njëra e gjelbër, ashtë me dashur në sinin tanë. Kja është komenti i parë që i ka thonë Imam Newaviu. Ndërsa Imam Newaviu e ka thonë dhe një koment tjetër dhe ka thonë e ambël dhe gjelbër nga se ambëlsinat prishën shpejt. Ambëlsinat prishën shpejt. Gjelbër veshkën shpejt. Para të dunjoja prishët dhe kalon shpejt edhe veshkët shpejt. Ajo që s'prishët, a gjenneti Allah. Ajo që s'prishës, edhe ti nuk plakësh, a gjennetin Allah të zogjel. Realiteti dunjas na tregon një dietar që transmeton me Isajn ibn Merjem, i cili pat mor një udhtim me shku me një vend. Duke udhtu në rrugë, e takon një jahudi një qifur. Isajn ibn Merjem, dhe i thot ja Isa, nga je nis me shku, tha do të shkoj filan qitetin, tha Isaj ibn Merjemës, tha s'ka problem, udhtojmë ne të ditë bashkë, duke kalu që i futi peshin qon Isaj e biri Merjemës, i cili e kishte një qantë me ushqim, edhe thënte me veti që i futi, ki pejgamberi Allah, edhe xhamati vet i bojnë izmet fort, sigurisht ka dhe një ushqim të mirë në ta. Edhe i tha ja Isa, pasi që po udhtojmë bashkë, a ban ne ushqimet t'i bashkoj, edhe ku t'ulmi me ngran, hajmë bashkë, qka kam unë edhe qka ke ti. Tha Isaj ibn Merjemës, tha nuk ka problem. Erko e namazit, lidhët Isaj ibn Merjemës me fal namaz, që futi ja qelë qantën, kore shef se Isaj ibn Merjemës e ka vetëm një buk dhe tjetër sen s'ka, ndërsa që futi i kish di buk. Shpejt e shpejt e hangër një buk, edhe të mesin baraz një me një. Dha selam Isaj ibn Merjemit, pasi që e pat pa se që futi ka di buk, edhe
tha Isa I biri Merjemes, o që fut, tha bere ushtimin të hajmë, nga se jemi umtu. Kur e prom, e qiti një buk, edhe Isa I biri Merjemes një buk. Tha që fut, tha kua buka e tre, tha nuk e di qa që kanë qenë. Tha kush e ka ngran bukën e tre, tha nuk e di. Vazhduan rrugën, pasi hangrën, Isa I biri Merjemes e takon një plak, ja fshin si plakit, pasi që ka qenë I verbër, me emnin Allahu Azza wa Jall, ja kthen të shiquarin plakut e që I futi që ditë, prej mrekulli, prej mugjizeve të Isait të biri Merjemit, ka qenë se me emnin Allah, ja ka kthin ndriqimin ati të verbërit, edhe u që ditë që futi, si ka mundësi vetëm me I faja fërkusin, edhe me pa plaku. Qka I tha Isa I biri Merjemës? Tha o që fut, pasha Allah, që ta mundësoj me pa, se si Allah ja kthen ndriqimin të verbërit. Kush e angër bukën e tre? Tha nuk e di, vazhduan rrugë, deri sa kaluan me një vend, edhe e pan një kaprol. Isa I biri Merjemit, eftoj kaprolin e therë. Hangrën mish, pasi që hangrën mish, I tha Isa I biri Merjemit, ngrito kaprol me emën të Allah, shko preja gje ku ki qenë. Edhe unë ngrit kaprolin, shkojnë në vendin e vetë, nga se kjo që ja qenë mrekulli e Isaj. Që futi u abit, a ka mundësi, me ngran mish kaprol. Pastaj mi kaprol, mu ngrit, edhe me het, edhe me shku. Tha Isa I biri Merjemit, o që fut, tha pash Allah, që ta mundësaj me ngran mish kaprol, dhe ta mundësaj me pa me sinin tanë, se si Allah, I rin gjallë të vdekurit, kush e ka hangër bukën e tre, tha nuk e di, vazhduan rrugë, deri sa arritën pran një lumë. Lumi, par dal në tonë s'kisht e u, nuk ish bark asani, e mur Isa I biri Merjemet, që I futin për dorë, hecën bi uj, edhe dullën në tonë, që I futi u që ditë dhe tha, a ka mundësi me ecë për mi uj? Tha Isa I biri Merjemet, pash Allah, I cili ta mundësoj me ecë për mi uj. Kush hangër bukën e tre, tha se di, vazhdoan rrugë, deri sa arritën me një katon me një fshat. Në atë fshat, kish qenë ki fshat I pabanu, duke hec, që I futi e pa, I pa tre gurë të altani, duka. Thaja Isa, tha qka ka, qka ndohë? Tha peshe, qka po shoh? Tha qka po sheh? Tha pi shoh tre gurë të mëdoj prej altanit. Tha ku janë ato? Tha këtu. Shku në gjem, edhe ullën për para gurë. Tha që I futi a Isa, as kish bo me I nda ne të ditë këto gurë. Tha Isaj, tha ka s'ka problem I ndaj. Tha ndaj qish pi ndaj. Tha Isaj biri Merjemet, që ki guri par I jenë. Tha I diti jo. Tha po I tretit. Tha tretit, po ja lom ati që e ka ngran bukën e tre. Tha ja Isa, unë e ka mongë. Tha ja Isa, unë e ka mongë. Tha masim ki rejt, të kofshin të tre gurë, s'ka shoqrim mo. Ti vuti u kësu ma shumë, tha alhamdulillah, mila gurët në qko e vetë se unë e bile lash u thim. Shkoj Isa I biri Merjemës, vazhdoj rrugin qytetin qëtë, e që I futi po planifikon që shpiqu që të tre gurë në shpirë, ndërsa sa I përket pasunis, u bo pasunit. Duke planifiku, ja pra tre kalor sa vinë prej uthtim. Kur kalojnë për rreth, kur e shofin që I futin, thoj, o që I fut, qka jetë u bon këtë vend, se një mshenë gurë që të mëdoj. E shofin gurë të altanin, e ekin shpatën e mitin që I fut. Gurë të altanin që të vend, gjenozja që I futit prangurë. Këto të tretë, zbriti dhe thojnë që riski. Ja shkon ti të riskim, ja risku ti e të vjen. Njona prej këtire dive ndo. Po planifikojnë dhe po thojnë, për I dajnë. Tha njoni jo, tha njëherë po haj,
I tha njani qkon qitet ble në buk, na po rrim këtë vend po të pres. U nis aj me shkun qitet me i blej buk, dhe po planifikon po thot, qishti mis këto të dit, që ti marë une të tregur. Tha inshallah do të blej helëm edhe buk, do të qoj furagjis, do të ashti elmin buk, hajnë dhe vdesin, të tregur jesin mu. Ndërsa këto të ditë thëshin, që shta mismi ata, që të na jesë e neve kanë një guri e gjizë. Nja, nuk po mjafton ka një e gjizë. Thanë por sa të venëm, ta gulfat mi ata ta mismi, edhe neve na jesin gurë. E banën gjdo njani që ka planifikur, vdicën të tretë, gurë që të venë. Ja pra Isa i biri Merjemit, po këthet prej uftimit, dhe po i shef 4 gjenazër, gurë në qatë vend, qka tha Isa i biri Merjemës, ju drejtu në zanzët vetë dhe i tha kjo është dunjohi. Krejti mirë, e as njasën e morin ata, krejti mirë, të gjithë lakmojnë të morin ata. Pa ata Isa i biri Merjemës, transmetohet me një njërë, i cili e pa në andër një plak të shminkun. Këtë plak lakmojshin gjdo kush që të morin, këtë plak të shumëtu, të shminkatme, të zbukurume. Edhe Isa i biri Merjemit dhe e pyti këtë plakën dhe i tha, kush je i plak? Tha une jam dunjaja. Tha sa i ki martu? Tha pa e sa? Tha pa i ki nda apo kanë vdek? Tha jo i kam therë krejt një ka një. Kur kanë bo me i dhondër, e kam therë të në karë qetri dhe kalam kukmu. Krejt i kam therë, as njani së nuk ka morë. Të gjithë, një nga një, i therë me gjithata, ato nuk morin mësim, po presin rënë që të therën edhe ato. Kja është realiteti dunjas, që Ibn Qayyim thot, dalimi mes musliman, që i men të mirën këtë dunja, dalimi besimtari, i cili e shfridzon këtë dunja me mos, ama këtë dunja nuk e ven në zemrën e ti. Ka thonë dhe dalimi ati cili nuk ngopot me këtë dunja, ashtë sikur miza e cila ndalet në skejtës teglës, hanë mjallë sa ka nevoj, e pastaj fluturor. Ndërsa juriturit, a i cili është juritur fort, miza e cila është juritur fort që ka banë, dhe në me dikon mesin e teglës, janë isë me ngronë, edhe jetë në ta dhe së në fluturor. Kënë dalimi mes besimtarit, i cili merë prej kësaj dënjas me mos. Nuk kemi të thonë, me praktis këtë dënja, me lonë këtë dënja, të mirat e Allah mos mi shiju. Allah Azze wa Jell, këtë këta sende i ka kriju për kanë, për bitë e Ademit, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam. Allah Azze wa Jell, kër e pregaditi këtë dënja për vetë banim, ditën e shtonë, Allah Azze wa Jell e kryoj dheu. Ditën e dim, e kryoj kodrat. Ditën e hanë, e kryoj pëmët. Ditën e marë, e kryoj të keqën. Që për para, ka thonë zbanë mu pastru dhe me latesha ditën e marë. Kjo s'ka të pojë me të vërtetën, me gjitha ta e vërtetë, anse ditën e marë, e ka kryu të keqën. Ditën e mërkur, e ka kryu dritën. Ditën e ejte, i ka kryu krejt kafshët, insektet, shpendet. Ditën e gjumam, pas namazit të ikindis, Allah Azze wa Jell e ka kryu Ademi. Kjo që ka në kupton, se kejt këto për para, i Allahu ja ka nështru Ademit a.s. Merë prej kësa i dunja e me mos, dhe falëndroj Allahu Azze wa Jell, i cili ta ka mundësu me shiju të mirat, që Allah Azze wa Jell ti ka pregatit. Bukën që e ha, sa njerës, Allah i ka nështru, deri sa ka ardhë buka në tavolin në taon. Parlamentor, Allah Azze wa Jell e ka nështru bujkon, i cili e ka mjerë, pasaj a i cili e ka korë,
pastaj ai cili e ka bluj, pastaj ai që e ka zonë, pastaj ai cili e ka pjek, pastaj në stallin ton ai cili ndugoj ta ka pru, krejt Allah i ka nështru për kanë, për ti dhe mu dhe qetrin, mirë po ka desh prej neve një sen, të thojmë elhamdulillah o Zot, nga se krejt këta të mira i kena prej teje, pra ne nuk kena anë këtë dënja, që ta bojmë këtë dënja të përhashme, ne kemi anë këtë dënja, të mirat e Allah, ti shijojmë, sinimin, si të tonë, ti kema në gjennetin Allah, kemi anë këtë dënja, që me këtë dënja, ta fitojmë gjennetin Allah, dhe në përmes kësaj dënjas, të shpëtojmë prej zjarmi gjennemit, për atë Hasanul Basri u thot, innema ente ejam me gjmua, kullema madha jaumun, madha ba'duk, tha dje vllai dashur musliman, se ti e i përbom prej disa dite, sa herë që shkon një dit, shkon një pjeksa jote. Gjithashtu thot Aun ibn Abdullah, i cili thot, kem min mustaqbilin jaumen, la yastakmilu. Sa njerëz ja fillojnë ditës, se përfundojnë. Sa njerëz ja fillojnë ditës, se përfundojnë. Sa njerëz shpresojnë, ku të rritna, ku të martojnë, ku të bajnë një vill, ku të blejnë një kërë, ku të bajnë dhe ku të bajnë, e gjeli vend para se me i bo kejt këto, para Allah unë tanë kur të të bajnë. Para ta me imunim një mahran, kem mejlisin e ati prezentun pleq dhe tri, ju drejtu pleqve dhe i tha gruni ku të pjekët edhe zbardhët, shka e prit grunin, ju drejtuan pleq dhe ju përgjigjen dhe i tha, gruni ku të pjekët e prit komboja, e ju drejtu trive dhe i tha, sa her ndodh që gruni nuk rritët, edhe i ben i leti, apo miza, edhe jet i vogël dhe nuk nën buk, tha shpesher. Pra ju drejtu trive dhe i tha, sa tri vdesin, edhe nuk pjekën, e as martohen, e as nuk plakën dhe nuk zbardhen. Pra t'jesh i pregaditur për çdo moment, se Allah Azza wa Jall ka mundësi të merë e pastaj nuk ka këthim. Thot Imam Shafiu, tadhawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Pregaditu me devotshmëri nga se nëse të zën akshami s'ke garancë se të qelë sabahu, fe kem min feta amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijet akfanuhu wa huwa la yadri. Sa njerëz janë zgjush në shemir, apo që finin, fabrika e ka prodhu për ta. Sa njerëz dhe sa nuse janë pregadit mu martu, ka dhe gjeli, para se me vesh duvakin, apo pas që e ka vesh duvakin. Sa njerëz të smur kanë jetu me vite, sa njerëz të shnosh kanë vdekën pa pas munje, sa tri kanë vdekën para se mu plak. Pra vllai dashur musliman, duhesh të jesh në pregaditje gjithnja. Thot Khalid el-Basri, i cili thot, kulluna qad ayqana bil mauti wa ma nara lahu mustaida. Çdo njeri prej nesh beson se vdekja është hak, megjithatë nuk shohmi pregaditje për vdekje. Çdo njeri prej nesh është bind se ka xhenet, megjithatë nuk po shohmi pregaditje dhe veprim për xhenet. Çdo njeri prej nesh është bind se ka zjarr, megjithatë thot nuk po shohmi si po frikën prej xhenemit. Muhammed ibn Wasim, kur binte me flet, i thonte oj familja ime, qofshin dorën e Allah, këta e bë vepronte për çdo na. Kur e pyetën Muhammed ibn Wasim, pse po vepron kështu, tha se sa njerëz kanë rënë me flet në këtë dunjë, janë zgju në ahiret. Para ta thot një dietar, çdo njeri ka me vdek, vdesin të rinj dhe vdesin pleq, vdesin
Dallon ditën kur prezantojnë para Allah, ditën kur dalin para Allah Azza wa Jall, ditën e shpërblimit në këtë vend dallon. Nuk dallon për nga vdekja, po dallon për nga shpërblimi. Disa banor të xhennetit, e të tjerë banor të zjarmit. Thot Yahya ibn Mu'adh, 3 njerëz janë të mëshëm këtë dunja. Kush janë këta 3? E para për aty ai cili, thot Yahya ibn Mu'adh, ai cili e lën dunjan para se me lën dunjaja ata. I diti për aty ai cili përgatitet për në varr para se me hi në varr. I treti për aty ai cili e kënaq Allahun Azza wa Jall para se me u taku me Allah. E përshkun këtë dunja, Ali ibn Abi Talib i cili thot, dunjaja çka është? Thot darun men sahha fiha hurim. Ka thonë kja një shtëpi, ai cili është i shëndosh, se një shijon këtë mirat e kësaj dunja. Wa men suqime fiha nedim, ai cili smuat në këtë dunja, dëshpërot. Wa men iftaqara fiha hazin, ai cili janë fukara, këtë dunja e kalon gjithnja me mërzia. Wa men istaghna fiha futin, dhe ai cili është pasani këtë dunja ka për të sprovu. Pastaj thot Ali ibn Abi Talib, halaluha hisab, halali që ki fitu kemë llogarit për ta. Wa fi haramiha adhab, ndërsa nëse ki fitu me haram, për atë dunja ka dënim. Për atë lajdasër musliman, ka është realiteti dunjas. Ertë Ali ibn Abi Talib një njeri, i cili tha, ja Ali, tha e kam ble një shtëpi, dhe Aliu radiallahu an, e pa se ki njeri, është gëzu shumë se ka ble një palat dhe një shtëpi në këtë dunja. Dhe i tha Ali ibn Abi Talibit, a ke mundësi me ma shkrujt një kontrat, që e kam ble këtë shtëpi? Tha Aliu radiallahu an, tha po, bema një letër dhe një laps. Ja prunën, ja sjellën Aliut, ja sollën Aliut një laps dhe një letër, e shkujti Bismillahirrahmanirrahim. Në emën të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Tha e ka ble këtë pallat dhe këtë shtëpi, një i vdekur prej një të vdekurit. Kjo shtëpi gjendet në lagjen e gafletit, rruga e cila çon te kjo shtëpi, a rruga e mëkatarëve. Kjo shtëpi kufizohet me 4 kojshi. Kojshia i parë është vdekja, kojshia i dytë është varri, kojshia i tretë është llogaria dhe kojshia i katërt është xheneti apo xhenem. Ja boni me dihet se mos u gëzo ka shumë, se ti që e ki ble ki e me lanë, po ke me llogari për të gjithë që e ki fitu. Pra merr me mos këtë dunja që ta fitoj xhenetin Allahut Azza wa Jall. Pa thot Imam Shafiu gjithashtu, tafakkar qabla an tandam fa innaka mayitun fa'lam. Para ta mendo mirë, para se dëshpërohet, se për vdekjes s'kem mundësi me ikë se kiqare. Wala taghtar bid-dunya fa inna sahihaha yasqam. Mos bashkën dunjaja, se i shnoshi ka mundësi më sëmur. Wa inna jadidaha yubla, dhe të share vjetrohet. Wa inna shababaha yahram, dhe i riu ka pa qëtër mu plak. Para ta Lukmanin e mësoj gjallin e vetë dhe i tha, o biri jam, tha shite dunjan me ahiret, kejt të i përfitu, kemi fitu të dijat. E mos e shit ahiretin për dunja, se keme i hum të dijat. Vizitoj një dietar që e quajnë Bahaudin e Subkin, e vizitoj vllaun e vet, Burhanuddin el-Ambasin, dhe kur i një dhomë, e pa kufomën, e pa tabutin skaj të dhomës. Çka i tha Burhanuddin i Subkin, vllavit të vet, e shiqoj tabut
dhe si që i kofomën dhe i tha, a din qka po në thot more vla? Tha qka po në thot? Tha ki ta but e po në flet dhe po thot, undhur i leje bi aklik, pram shi qo me men të tua, enel muaddu li hamlik, unë jam pregadit me të barë tije, dhe në gjo, qka jam unë? Tha unë jam një shtrat, që i kam bajt shumë njerë si kur ti dhe alas jam lo. Tha mjafton vllavi jam, se vërtet, ma ki dhon një këshill me vend. Ma ki dhon një këshill me vend. Para ta Ibn Abi Talib, i cili thot, ai që nuk e ka kuptu realitetin e kësaj dunjas, ka mu sprovu me trasende. Tha e parën, shughlun la yanfaku ghinau, ka thon ka mu angazhu gjithnja, kur as njëherë s'ka mu liru prej dunjas. E dita, fukar Allah kur pasanik s'ka mu bon. Dhe treta, shpres që s'ka me mëri ata kur njetën e ti. Para të lajdashën musliman, pejgamberi Allah na tregon me një hadith dhe thot, Allahu Azza wa Jall, kuj që doje të mirët, e mbron prej dunjas, si që mbron i shnoshi ju të sëmurin nga uji dhe ushtimi. Njani prej neve i smut, e shtin në operacion, del për operacioni thot mjeku, s'ka me ngron dhe s'ka me pi. A i lim me ngron dhe me pi. Atërë tërgohet një shnosh, me i nejt e koka, mos me lon me ngron dhe me pi. Po, cili ja ka dasht mirët, a ki që se ka lon me ngron, apo ai që ka lip me ngron. Normal, se ki që e ka pengu, ja ka dasht mirën shtetit ati. Pra Allah Zogjem, kujtja don të mirën, e mbron prej sprovave të njohë. Sprova me modhe, as me dhonë Allah pasuri, e Allah më tanë me arru. Para ta Ibn Qayyim i thot, kujtë Allah Azza wa Jall i ka dhonë dunja, dhe dunjaja ti, a kon sebeb a i me arru Allah, thot faktikisht, Allah ati si ka dhonë, ndërse kujtë Allah Azza wa Jall si ka dhonë, mos dhonja, fukar Allahi, varfëria, janë bo sebeb, me njaftu Allah, tha faktikisht Allah Azza wa Jall ati ka dhonë. Ka dhonë djetar, që shë dallon, nëse Allah t'jep dunja, që shë dallon, që as provë për ti, apo dënim. Animet për ti, apo dënim. Ka dhonë që që e atë që ta ka dhonë. Nëse me atë që ta ka dhonë, afro është Allah, kjo animet që Allah ta ka afru. Ndërsa, atë që Allah ta jep prej dunjas, bëhet shkak me ju largu gjamis, bëhet shkak me ju largu dinit, bëhet shkak me arru Allah, tha faktikisht Allah Azza wa Jall, në këtë rast të ka dënu. Para transmeton Ibn Muhammed ibn Sauqa, i cili thot, vetëm këto di cilësi që i kena, me dhe na dënu Allah, nuk na ban zullum, po ban drejtësi. Cilat janë këto di cilësi? Tha njani prej nesh, nëse e fiton një dinon këtë dunja, tha gëzohet atë shumë, që nuk gëzohet nëse e ban një sevap për Allah. Pra gëzohet për dunjan, ma shumë se sa kur e ban një vepër për Allah. Ditën cilësi, tha nëse i mungon dhe hum diçka prej dunjas, mërzitet, ma shumë se sa kur e ban një gjuna, tha vallahi veç për shkak këtire dy cilësive, Allahu Azza wa Jall me na pas dënu, kishte bon drejtësi ndaj neve. Nëse i mungon një dinar, e hum një pun, mërzitet dhe brengosët, sa që nuk mërzitet nëse i kalon një namaz. Nëse i kalon apo e ban një gjuna, nuk brengos, nuk mërzitet, ma shumë, ki njeri faktikisht ashtë që dunjoja e ti ka zonë vend zemrën e ti. Hisham ibn Abdul Malik hin qabe dhe takon gjalin Abdullah ibn Omer
Salimi dhe thot, vallaj në shtëpinë e Allahut, s'kam qef me i lip qëtër kujt pos Allah. Kam turp me i kërku dikujt në shtëpinë e Allahut pos Allah. Tha kur dolëm prej xhamis, Hisham ibn Abdul Malik i tha ja Salim, kërko tash, se tash jema i jashtë xhamis. Çka i tha Salimi, i biri Abdullah ibn Omerit? Tha atë të cilën po thu kërko, a prej çështjeve të dunjas, apo çështjeve të ahiretit? Tha jo, është prej çështjeve të dunjas normal. Tha vallaj, une se kam lip diçka prej dunjas, Zotit të dunjas, mos flasmi që Salimi të kërkon diçka prej robëve të dunjas. Pa transmetohet me një rivajet, mos e merrni këtë dunjas Zot, se pastaj kjo dunja ju robron, ajo ju merr rob. Mos e konsideroni këtë dunja qëllim, nga se ajo dunja, kjo dunja ju nënçmon. Men Allah Zot, Allah dunjan tuaj janë nështron. Gjithashtu transmetohet nga Isa ibn Merjemit, i cili ka thonë, mene këtë dunja ur, amo mos e bani këtë dunja vend banim. Meni që kalonin këtë dunja, mos e konsideronim këtë dunja vend banim të përshëm. Parat Abdul Malik ibn Marwan, kur arë qasti me vdek, i tha keni mundësi me mqit me një vend që e quajt në huta, që në ta ka uj. E morën Abdul Malik ibn Marwanin, edhe kur ka arë të ujit, e pa një plak duke lojt të esha. Qka tha Abdul Malik ibn Marwani, i cili me një zaman ishte mbreti madh, tha ku si kur të kisha kon në vendin e kësaj plake dhe të kisha lot të esha, mos kisha pas përgjithësi për kërkan. Kur ndëgjoj këtë fjalë, Ebu Azimi, një dietar i madh i Medinës, çka tha? Tha alhamdulillah, që mbretat qeveritar, ato të cilët janë zhgënjim me dënja, alhamdulillah, që vend një zaman dhe një dit, kanë qef mu konë si na, a na kur s'kena qef mu konë si ato. Gjithashtu, Harun e Rashidi, njëri prej mbretave të parë, kur bani me vdek, tha ban me pa, qefinin që kemi me mshti mund ta. Ja afruan qefinin dhe tha, a veç këta ka me mor? Tha vallan veç këta. Tha uffin li dunja, a mjeri ajo dunja, dhe mjeri aj që i mashtrohet me këtë dunja. Shumica e saj, është pakic. Shumica e saj, është pakic. Zgjatja e saj, është në shkurt. Ardita me dalë të Allah, ardita me i lanë të mirët e dunjas. Gjithashtu të regohet me një ngjarje se një pasanik prej pasanikve Turqis, kur ka bo me vdek, i ka thonë emanet gjemedve, të më vorosni me qerapa, të më vorosni me qerapa. Ven hoxha me la, këtë pasanik edhe gjemë thojnë këshire, të lutëm hoqë, baba na i kalon emanet me voros me qerapa. Qka për në hoqë? Ska qerapa në vërë. Ja i qerapët i qenë. Men një ju qerapët, hoxha nuk shtin qefin njeri me qerapë. Hoxha i se, s'ngojnë emanetin me qulven, e vorosën ata pa qerapë. E mbulun ata, nesër erdh hoxha me i ngushtlu gjemteve. Tha ndëgjonin, baba ju qka ka dasht me ju thonë me këto qerapa? Baba ju ka dasht me jabot qarë, se një par qerapa në akiret së një mirëni. Baba ju edhe qerapët së një murë në tonë, edhe pse pat pasuri pasa. Pra mos u bani si baba ju, i të cilin i kaloj jetët duke grumbullu, e pastaj qerapët me veti së një murë. Këta ka dosh me e thonë, se baba ju
sa shënzor për qerapa. Gjithashtu transmetohet nga Hatim al-Asam, i cili ka thonë, 4 gjona nuk e din vlerën e asaj, vetëm 4 lloj të njerëzve. Vlerën e rinis nuk e din vetëm pleqt. Vlerën e shëndetit nuk e din vetëm të smuarit. Vlerën e pasuris nuk e din vetëm të varfërit. Dhe vlerën e jetës nuk e din vetëm të vdekurit. Për këtë arsye, ka thonë disa dietar, njerëz janë 3 lloj këtë dunja. Disa të angazhuar vetëm në ahiret, këto janë fitimtar të sigurt. Disa të angazhuar me dunja, këto janë të humburit dunja dhe në ahiret. Disa të angazhuar me dunja dhe ahiret, këto janë në rrezik. Nëse don Allah Azza wa Jall i shpëton, nëse don Allah Azza wa Jall i sprovon. Për këtë arsye, ne lutim Allah Azza wa Jall që sa ban prej atinve që kuptojmë realitetin e dunjas, nga se pejgamberi Allahu ka thonë, s'ka me lëviz kom të asnjërit prej jush, derisa të pyetët 4 pyetje. Ka mu pit për jetën e atij si e ka argju, ka mu pit për emnin e atij si e ka shfrytzu, ka mu pit për pasurin e atij ku e ka fitu dhe ku e ka argju, ka mu pit për diturin e atij çka ka vepru me ta. Për atë lajtarë musliman, këto 4 pyetje kanë mu të parafru, pregatit përgjigje, ditën kur ditë pa Allah Azza wa Jall, na nuk dojmë me thonë me këta, se s'ban mu konë pasanin këtë dunja, s'ban mu konë me vejtun këtë dunja, nga se na e dim se pejgamberi Allah ka pas pasanika, ka qenë Daudi a.s. pasanik, ka qenë Sulejmani a.s. pasanik, ka qenë Uthmani ibn Affani pasanik, ka qenë Abdurrahman ibn Awfi pasanika mirë po, ma pasanika me iman se sa me dunja. Para ta kur e ka lipa Allah Azza wa Jall s'kan qenë të varfër, kan qenë pasanika me Allahun e tyre, nga se kanë ditë se mbi çdo pasaniku Allah është ma pasanik. Ka thonë Ebu Sulejman e Darani, s'kam qef unë ti mu kohë me vesh një partesha që kanë vlerë 3 dirhem, e në zemrën tone me i pasën 5 dirhem. Kjo është për qëllim, nuk jena të thonë që ti me hec me kërë, nuk jena të thonë që me vesh një tesha dhe mu bërë be. Na jena të thonë, ato që i ke Allah t'i ka thonë, falëndro Allah dhe dije se prej kujt i ke. Dije gjithashtu Allah Azza wa Jall, kur të kutu ka lip të gjindësht na, ku Allah ta me përrejgjën, mos të gjindësht ta. Doj me thonë me këta, nëse për dunjoja, thu elhamdulillah, pana ta në dorën tone, mos ja hamdir të zemrës tone, zemrën tone, përbushe me iman dhe me besim, dhe për Allah Azza wa Jall, edhe nëse je pasanim, e fiton gjenetin Allah, por nëse je dhe i varfën, hin gjenetin Allah, para pasanika, lusin Allah Azza wa Jall, të rave dison, na kupton realitetin e dunjas, mos ja hap mi zemrën kësaj dunjas mashtruese, po ja hap mi zemrën ahiretin, ka me na ardh dunjaja, që e ka caktu Allah Azza wa Jall. Omer ibn Khattabi thonte o Zot, s'jam të t'lip me më dhonë, ma shumë se kësa e ki caktu, po jam duke kërku, atë që na i ki dhonë na qoj shbere qëta. Pra ne, nuk i lip me Allah, ma shumë se Allah që na ka caktu, po lip me Allah, atë që na i ka dhonë na qoj e bere qëtë. Na vedison ato ditë që kena me jetu për Allah, që ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë dunja, ta fitojmë gjennetin e Allah në përmes kësaj dunjas. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. فصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي. فصاحب للخير والعقل والصدق والنصح
الحقيق